Në Muzeun e Alfabetit në Manastir hapet ekspozita Bashkimi i Kombit 1909, shtypi dhe vedia kombëtare. Kjo ekspozit sot do të hapet në Muzeun e Alfabetit në ora 18. Ekspozita zhvillohet në kuadër të ditëve të alfabetit dhe paraqet rolin historik të gazetës Bashkimi i Kombit në forcimin e vedijes kombëtare shqiptare. Dhe ne në linjë të drejt për drejt kemi Dorina Daiu nga Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Tiranë. Përshëndetje zonja Daiu. Përshëndetje nderuar, faleminderit për ftesën. Si do ta përkufizoni me një fjalë rëndësinë e gazetës Bashkimi i Kombit për vedijen kombëtare shqiptare? Në fakt, gazeta Bashkimi i Kombit e cilësojmë si një tribun të guximshme të mendimit kombëtar që orientoi shqiptarët drejt vedijes kombëtare, drejt vedijes gjuhësore, drejt vedijes politike në prag të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Zonja Daiu, mund të na thoni se cili është mesazhi kryesor që kjo ekspozitë synon t'i jap publikut? Ekspozita Bashkimi i Kombit, fillimisht duhet të sqaroj që përmban disa nga numrat autentik të 42 numrave të plot të kësaj gazete. Ekspozita synon që ti të kujtoj publikut se identiteti ynë kombëtar u ndërtua së pari përmes kurajos së mendimtarëve, përmes sakrificës së botuesve dhe përmes forcës së fjalës së shkruar, që mbrojti gjuhën dhe ndërgjegjen shqiptare në ato kohë të vështira, pikërisht të fillim shekullit të 20. Zonja Daiu, çfarë materiali apo dokumenti ju ka bërë më shumë për shtypje gjatë përgatitjes së ekspozitës? Në fakt, të gjithë materialet e gazetës janë të bëjnë përshtypje kur i lexon dhe kur i studion ato, por ajo që mund ka bërë përshtypje dhe e them në çdo intervistë është pikërisht numri i parë i gazetës Bashkimi i Kombit, pasi kjo gazetë që në këtë numër të parë ajo publikon programin e gazetës, e cila më saktë është si një thirrje e fuqishme për ndërgjegjësim kombëtar. Është një tekst i drejt për drejt, me vizion të qartë, me guxim të rrallë për realitetin politik të vitit 1909. Pse ishte viti 1909 kaq vendimtar për shtypjen shqiptar? Viti 1909 në fakt pati, ose më saktë quhet vendimtar, për vetë faktin se solli një klimë liberale në ato vite, kryesisht pas revolucionit xhonturk, duke krijuar për herë të parë një hapësirë të prekshme, ku shtypi shqiptar mund të artikulonte publikisht idealet e gjuhës, idealet e arsimit dhe autonomisë shqiptare. Prandaj e cilësojmë kaq vendimtar rolin e shtypit të kohës në këtë periudhë. Zonja Daiu, mund të na thoni se ç'vend zë gazeta Bashkimi i Kombit në narrativën e ditëve të alfabetit? Në fakt, gazeta Bashkimi i Kombit është bërë jehona e ditëve historike, të ditëve të alfabetit, pasi ajo promovon alfabetin e njësuar, mbrojti vendimet e Kongresit të Manastirit dhe kontriboi në përhapjen e një gjuhe standarde që bashkoi të gjithë shqiptarët kudo ndodheshin, pavarësisht krahinave. Mund të na thoni se sa e rëndësishme është të rikthehen botime të tilla në vëmendje pikërisht gjatë kësaj feste kombëtare? Rikthimi i këtyre materialeve, i këtyre dokumentave ka një vlerë të jashtëzakonshme, pasi historia e alfabetit nuk është thjesht një çështje gërmash, por është një histori rezistence, bashkimi dhe emancipimi. Mund të na thoni se si e lidhet rolin e manastirit me zhvillimet e gazetarisë rilindase? Manastiri në fakt është cilësuar jo më kot si nyja ku kryqëzuan idetë më përparimtare të kohës, që nga arsimimi dhe botimet, te debatet kulturore, te debatet politike, duke u shndërruar natyrshëm në një qendër e cila ushqente shtypin rilindas me vedijen kombëtare. A mund të na thuani se a ka lidhje të drejtë për drejtë mes alfabetit të Shqipës dhe lirisë së shtypit të atyre viteve?
Edhe një herë të lutem? A ka lidhje të drejt për drejt mes alfabetit të gjuhës, do më thonë Shqipe dhe lirisë së shtypit të atyre viteve? A lidhen? Lidhja është thelbësore, pasi pa një alfabet të unifikuar, shtypi nuk mund të funksiononte si një instrument konformues, dhe pa lirinë e shtypit, alfabeti nuk do të kishte patur mundësi të përhapej kaq shpejt dhe kaq gjerë. Mund të na thoni se si do ta përkufizonit manastiri si qendër kulturore në këtë periudhë historike? Në fakt, manastiri është një qytet ku u kristalizuan idetë reformuese, ku u takuan elitat intelektuale dhe ku gjuhës ju dha një status i ri shtetformues. A mendoni se sot po i kushtohet mjaftueshëm vëmendje historisë së shtypit shqiptar? Në mendimin tim personal, jo mjaftueshëm. Dhe historia e shtypit shqiptar vazhdon të mbetet në hije, fatkeqësisht, ndonse në shtyp mbetëm dhe fillesat e mendimit kritik, të debatit publik dhe të mekanizmave që formsuan identitetin ton qytetar dhe kombëtar. Nëse do të veçonit një besim nga kjo periudhë historike për shoqërinë e sotme, cili do të ishte? Përparimi vjen kur shoqëria i jep zë mendimit të lirë dhe i jep vlerë dijes. Vetëm atëherë kombi mund të tejkalojë sfidat dhe të ndërtojë një të ardhme me vetbesim. Zonja Daiu, për në fund cili do të ishte mesazhi juaj për këto festat kombëtare që i kemi në muajt nëntor dhe cili do të ishte mesazhi juaj që sot hapet ekspozita pikërisht në Muzeun e Alfabetit në ora 17. Në fakt, mesazhi im që e kam në kuadër të ditëve të alfabetit është që manastiri nuk duhet të kujtohet vetëm në këto ditë. Manastiri duhet të kujtohet për gjatë gjithë vitit, ku të jahoj nga aktivitetet në gjuhën shqipe dhe të ketë mundësi që ky qytet të promovohet edhe në qytetet e tjera. Në fakt, unë do doja të dilja edhe me një mesazh edhe për shtetin e Kosovës, duke qenë se Shqipëria tashmë e ka shpallur fesë zyrtare, pse dhe Kosova mos e bëj një gjë të tillë. Shpresojmë që të bëhet një gjë dhe pse jo, kudo që ka shqiptar, mendojmë që kjo ditë 22 nëntori dhe 28 nëntori gjithmonë festojnë shqiptar kudo në përbot që jemi ne, edhe pse jemi gjithkund mund të themi me plot kuptimin e fjalës. Ju falenderit shumë, zonja Daiu, që ndatë kohë sot pikërisht për emisionin tonë Ritmi i ditës, për gjitha këto informacionet, si dhe neftojmë nga emisioni Ritmi i ditës që sot të vizitojnë pikërisht Muzeun e Alfabetit, që do të hapet në ora 17 ekspozita e gazetës të njohur të asaj kohe, Bashkimi i Kombit. Ju falenderit edhe një herë. Falenderit dhe ditë mbar. Gjithë të mirë. Faleminderit. Kjo ishte biseda me zonja Daiu, e cila është nga Instituti i Studimeve për Krime dhe Pasojat e Komunizmit në Tiranë, ku pikërisht sot në Muzeun e Alfabetit në ora 17 bëhet hapja ekspozitës që zhvillohet në kuadër të ditëve të alfabetit.